Mi më gjithë si Mr. Gjeta, knasi e veçanë që jam në studion tuaj. Gjithashtu edhe për ne, atëherë na shpjego programin, çka ka të bëj edhe çush do të shënohet këtë ditë në fakt, Po e nisim me ata që e feflive me shtetë që kanë me ikë për mësimit, në fakt me vejtet orë kanë në marrë një mësim tjetër. Mësimi tjetër është në ditën e fëshirës sociale, është që të gjithë nxënësit, të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, gjuhë, aftësie fizike, duhet të jenë të barabartë dhe duhet të jenë të përfshirë, mirë po gjithashtu edhe të vlerësuar nga shoqëria jonë. Me këtë rast, në kuadër të ditës ndërkombëtare të përfshirjes sociale, kemi vendosur që me datën 10 tetor, nxënësit e shkollave të mesme të larta në Kosovë, klasa 10, 11 dhe 12, të angazhohen për bashkëmoshatarët e tyre, në mënyrë vullnetare, të angazhohen në kompani, në bizneset të ndryshme dhe pastaj fondet cilat ngumbullohen, ato pastaj të përdoren për nxënësit më në nevojë që janë për nxënësit nga grupet e marginalizuara, qoftë etnike apo qoftë aftësive fizike apo grupet e tjera në nevojë. Pra, ideja është që gjithë nxënësit të kontribuojnë për bashkëmoshatarët e tyre. Në këtë rast, ky fondi që do të mlivet pastaj mjetet e ngumbulluara, që do të mliven, do të menaxhohet nga bordi i përfshirjes sociale. Me këtë rast, bordi i përfshirjes sociale do të jetë pikërisht nxënësit dhe përfaqësues të organizatës tonë, të cilët do të vendosin se si do të shpenzohen këto mjetet. Megjithatë, objektivat tona janë që përafërsisht këto të shkojnë tek bursa, të shkojnë tek mentorimet, të shkojnë për trajnime për nxënësit, të shkojnë tek vëdjesimet, qoftë për diskriminimin, qoftë për duke vit negative, siç është duhani, droga, apo edhe duke vit burizimi për shembull, apo edhe duke vit tjera negative, apo edhe në krijimin e hapësirave të sigurta, apo edhe të qashme për gjithë nxënësit, sidomos për shembull për nxënësat me aftësi të kufizuar që janë, apo edhe kategoritë e tjera sociale. Me këtë rast, ideja është që nxënësit të angazhohen, punojnë për nxënësit e tjerë dhe ta kuptojnë që gjithë përfshirja sociale është një gjë e cila duhet na udhëheqni si shoqëri kosovare, mirë po duhet të kontribojmë. Me këtë rast, është tepër shumë e rëndësishme që kemi krijuar një marrëveshje, një bashkëpunim të mirë edhe me drejtoritë komunale të arsimit, duke pas parasysh që e kuptojnë vlerën e kësaj dite. Siç e potencove edhe te, në vitet e kaluara, zakonisht dita e përfshirjes sociale ose është organizuar ndonjë aktivitet, ose nuk është bërë as shumë e madhe. Megjithatë, në këtë vit konsiderojmë ne si organizatë kemi nisur këtë kampanjë dhe konsiderojmë që gjithë përfshirja sociale duhet të jetë ose përfshirja sociale duhet të jetë një gjë e cila duhet na shoqëroj vazhdimisht. Me cilat komuna do të thotë keni kriju bashkëpunim dhe cilat komuna do të përfshihen në këtë program? Aktualisht, me qenë se është viti i parë i implementimit të kësaj kampanje, kemi nisë me 7 komunat, kemi nisë fillimisht me Podujevën, kemi nisë me Suarekën, kemi nisë me Gjakovën, Ferizajën, Lipjanin, Podujevën dhe normalisht edhe me komunën më të madhe në Kosovë, siç është edhe kryeqyteti jonë Prishtina. Fatmirësisht kemi hasur një bashkëpunim tepër të mirë me drejtarët e Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe kanë shprehur gatishmëri të plotë dhe kanë shprehur edhe për krajën e tyre të plotë për këtë kampanjë. Kemi filluar tash angazhimin tonë dhe takimet edhe me nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe po e vërejmë që është një vullnet tepër i lartë i nxënësve për të kontribuar për bashkëmoshatarët e tyre, sepse është 4 orë angazhim i tyre në një kompani, në një biznes, dhe mirë po mundet me ndryshu jetën e një nxënësi për një vit ose më tuqe, sepse kontributi që bëhet pastaj për këtë nxënës mundet komplet me ndryshu edhe jo vetëm një vit, por edhe jetën e tyre, sepse mundeni me imagjinu për shembull një nxënës në një shkollë periferike, i cili nuk mundet me shku në shkollë për shkak që nuk ka qasje ose nuk ka hapësirë të cilën mundet me vazhdu me karrocën e tij, ose mundeni me imagjinu një nxënës nga komunitetet të vëmë mashkalie egjiptiane për shembull, i cili nuk ka kushte të mira ekonomike dhe për shkak kushteve ekonomike e braktisë shkollën ose nuk është në shkollë. Dhe me një angazhim të nxënësve për një ditë, për 4 orë, mundet me ju lehtësu dhe me një farë mënyre po sigurohemi që gjithë nxënësit po përfshihen barabartë dhe
po ndihen gjithashtu dhe po e marrin arsimin e durë dhe po i marrin të drejtat të tëre, në fakt sepse është drejt themelore dhe arsimimi në vend. Pikërisht, pjesë e këtij bashkëpunimit nuk mundem pa e përmendë aleancën kosovare të bizneseve dhe gjitha kompanitë e tjera që janë anëtarë të kësaj aleancë mirë, po të cilat nuk janë anëtarë mirë, po që po shprehen nga dëshpërinë e tyre të plot, me qenë se konsideroj që si popull kosovar jemi mjaft shumë humanë dhe jemi mjaft shumë solidar, kemi solidaritet të plot dhe padyshim që kur e shohim që përveç po bëhet një ndihmë e madhe për nxënësit në nevojë, gjithashtu është një mundësi tepër shumë e mirë që edhe nxënësit të cilët angazhohen në kompani në biznese të njoftohen edhe me kushtet e punës Kosovës, të njoftohen pastaj të identifikojnë kompani të ndryshme dhe një ashtu pse jo për shembull nxënësit e shkollave të mesme të larta, të cilët janë në klasën e 12 përfundojnë pse jo ndoshta edhe pas përfundimit të shkollës mesme në ndonjë punë në ndonjë kompanien. Kryesisht çfarë punë munden me bo tash nxënësat e klasës 10, 11 dhe 12? Po neve është tepër shumë e rëndësishme që fillimisht të mos kemi shkelje të drejtave të fëmijëve dhe punët jenë të lehta për fëmijët e këtyre moshave, me qenë se ligji aktual në Kosovë lejon që nxënësit konkretisht të rinjët nga mosha 16 vjeçare të angazhohen në kompani të ndryshme, në biznese, në punë, mirë po në punë të lehta, në punë të cilat me një mënyrë nuk i dëmtojnë ata fizikisht apo edhe në ndonjë aspekt tjetër. Me këtë rast lejohen në kompani të ndryshme, mirë po jo punë të rënda, nuk po du me i cek profilet për shkak që besoj që kuptohet, mirë po është tepër shumë e rëndësishme që kompanitë, bizneset mundën madje edhe qytetarët që të thjeshtë, nuk kanë kompani, po dëshirojnë me angazhu një nxënës për ndonjë punë të lehtë në shtëpinë e tyre, mundën edhe ata të angazhojnë, mirë po normalisht nëse organizat bashkë me drejtoritë komunale të arsimit, bashkë edhe me kompani, do të kujdesemi që këto të respektohen drejtat e fëmijëve, të nënshkruhen normalisht edhe ca dokumente të cilat zotohen që do të respektohen, do të mbrohen drejtat e fëmijëve. Jo e ma herët të teksuat që do të ndryshoj jetën e një apo edhe më shumë nxënësve të tjerë, nëse janë ata me aftësi të kufizuar apo vinë nga komunitetit jo shumic, po besoj edhe personalisht për nxënësit e tjerë të cilë po kontribuojnë duke punuar disa orë në një kompani, edhe për ata ka me qenë një ndryshim, qoftë emocional, qoftë po besoj edhe nga ana profesionale, në qoftë se hynë në një kompani që ndoshta kanë pas dëshirë si kur të rritën, me qenë pjesë e një kompanie të caktuar, ndoshta aty e shohin vetën nëse janë apo nuk janë, është ashtu që duket nga jashtë apo jo. Besoj një impakt ka me pas edhe të jeta e tyre. Padyshim që po, përveç gjitha përfitimeve tjera në aspektin që do të njoftohen me kompani, me biznese, të gjithë ne e dim që kur angazhohesh diçka vullnetarisht dhe bën diçka humane, kontribon për shoqërinë, të gjithë e dim që spaku kur shkoj me flajt, e vendosëm kokën në jastak, edhe mendon që ke kontribu për shoqërinë, e ke ndihmu dikon, ndihesh tepër më mirë dhe është një ndjenjë lumturisë e jashtëzakonshme që nuk shpjegohet me fjalët në këtë rast. Edhe padyshim që nxënësit që kanë marrë pjesë përveç përfitime që do të njoftohen me kompani, përveç asaj që do të ndryshojnë jetën e një nxënësi tjetër, padyshim që ata do të ndjejnë një kënaqësi shpirtërore për shkak që kanë kontribuar për një bashkëmoshatar të tyre, e aq më tepër do të jetë kur ata do ta shohin rezultatin e punës së tyre, sepse me një ditë angazhimi do shohin se s'është rregulluar diçka dhe se është përmirësuar jeta e një nxënësi. Është vendosur data 10 tetor, do të thotë, është gjatë tërë ditës, është disa orë të fundit mësimore, do të jetë para dite, pas dite, çysh është vendosur kjo apo do të jetë tërë dita e lirë e asaj dite? Po, në kuadër të marrëveshjes që kemi krijuar me drejtoritë komunale të arsimit, kemi dakorduar që gjithë nxënësit të cilët dëshirojnë të marrin pjesë, të angazhohen në një ditë punë, në këtë rast të lejohen nga procesi mësimor. Mirë po, pastaj mënyra e angazhimit të tyre do të jetë varësisht se si do të dakordohen me kompanitë apo bizneset, mundet të jetë paradite, mundet të jetë pasdite, por varësisht se si dakordohen me pikërisht kompanitë. Çfarë vlen të theksohet diçka tjetër është që se ndoshta mundën të regjistrohen nxënësit, se mund të lajmërohen. Në këtë rast, ne me 7 komunat e cilat i përmenda pak më herët, mund të kontaktojnë kujdestarin e klasës, normalisht ne do të vizitojmë secilin shkollë veç e veç do njoftojmë në një farë mënyre, por nxënësit që dëshirojnë të marrin pjesë duhet të njoftojnë kujdestarin e tyre dhe pastaj mënyra e identifikimit të bizneseve do të bëhet në 2 mënyra.
fillimisht mundën vetëm nxënësit të identifikojnë kompani biznese, e kjo është ideja që nxënësit me një mënyrë të kuptojnë pak këtë tregun e punës, të kuptojnë sfidat e jetës, ku do të konkurrojnë, dhe pastaj nëse ndonjë nxënës nuk ka identifikuar ndonjë kompani biznes, atëherë ne do i njoftojmë kompanitë biznese të cilat mund të vazhdojnë këtë angazhimin një ditor. Me mjetet që do të fitohen me një farë mënyre, ato pastaj transferohen në gjirogarinë të cilën e kemi kriju ne si organizat, dhe normalisht që dita e tyre e punës do të arsyetohet, mungesat e tyre do të arsyetohen, sepse po ikin nga një proces mësimor, do me mëllon mësimor, po me mësu diçka tjetër që është tepër nevojshme për jetë. Praktike, si kjo ora praktike që e mbajmë? Po, do t'jetë si kjo ora praktike, do t'jetë gjithashtu edhe një punë vullnetare, do t'jetë Mu mendoj që do t'jetë përfitime tepër shumë të mëdha për gjitha kategoritë. Po. Uroj që kam një shkumbar dhe ma merr mendja që edhe në emisionin e mëngjesit kemi me sjellë ndonjë material, sepse është një ditë shumë e veçantë dhe shumë ndryshe sa prej ditëve të tjera cilat po jetojmë edhe po jemi në rutinë, plus po ndodh për herë të parë në Kosovë dhe këtu shpreh që me i inkuraju edhe prindërit që ata t'i inkurajojnë në fakt fëmijët e tyre që janë pjesë të shkollave të mesme në Prishtinë, në Lipjan, në Ferizaj dhe komuna Suarek, Gjiljan, Podujev, gjitha këto komuna që janë edhe të bëhen pjesë e kësaj iniciative, të paktën me 10 tetor të kalojnë, të ikin nga mësimi edhe të punojnë për disa orë në mënyrë që me i ndihmu edhe të tjerët. Ditorat të tjera besoj mundën me i marrë edhe në webfaqe, në rrjetet sociale që ju i keni. Patjetër që po, ajo çfarë të fiksohet që përveç këtyre komunave target që ne kemi arrit një marrëveshje të bashkëpunimit, normalisht që nxënësit të rinjët e tjerë edhe nga komunat e tjera mund të përfshihen, dhe pastaj ne gjithashtu do bëjmë publike dhe gjirogarinë bankare ku do të dërgohen ato fondet e përfshirjes sociale. Normalisht që nxënësit e tjerë mund të angazhohen, por ideja është që me 10 tetor në ditën e përfshirjes sociale të tregojmë bashkërisht, të tregojmë që ne si nxënës, ne si shoqëri kosovare dëshirojmë të kemi përfshirje sociale dhe këtë mund ta bëjmë së bashku. Vërtet faleminderit shumë për kohën, faleminderit për informatat cilat i kendo me ne, kënaqësi që ju patëm këto. Faleminderit shumë për jush.